Bismillahirrahmanirrahim. Vazhdojmë me temën e radhës, tema 68, duaja, lutja kur qelim iftar. Para se me sqaru këtë temë, vetëm desha diçka që ka ndërlidhur drejt për drejt me temën. Lutjet, duat që thuhen, që janë përmendur për hadithe, në lidhje me iftarin, nga fjalët e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, domethënë tekstualisht, nga fjalët e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam tekstualisht, nuk ka asnjë hadith sakt që tregon ndonjë dua përveç tina që e themi ne. Është larguar etja, janë lagur damarët dhe është realizuar shpërblimi. Dhahaba dhamu wa talat al-uruq wa thabata al-ajru inshallah. Vetëm që kjo lutje është tekstualisht e vërtetuar për pejgamberin sallallahu alajhi wasallam. Ka lutje prej sahabeve dhe disa tabiinëve që i kanë bërë para iftarit, e që njërin për këtyre lutjeve ka sjellë autori, siç do ta lexojmë pak më vonë. Kjo e para. E dyta, ka hadith për pejgamberit sallallahu alajhi wasallam që Allahu azza wa jalla ja pranon agjëruesit duan gjatë agjerimit të tij. Gjatë agjerimit të tij. Që ky hadith ka ardhur në dy shprehje ose në dy forma. Forma arabisht është një forma është hina al-iftar, edhe një forma është hatta al-iftar. Që kjo shprehje hina al-iftar është e dobët. Që ka kuptimin Zoti ja pranon agjëruesit lutjen e tij në prag të iftarit. E që është shumë e përhapur te njerëzit në prag të iftarit. Kjo është e dobët. Shprehja që vetëm në prag të iftarit është e dobët. Që ky hadith pastaj është transmetuar në forma tjera, Zoti ja pranon agjëruesit agjërimin e tij deri në iftar. Hatta deri në iftar, që do më thonë gjatë gjithë ditës e deri në iftar. Që kjo është e sakta. Ka një hadith tjetër që është i sakt, që pejgamberi ka thënë për agjëruesin ka një lutje që pranohet në pranë iftarit. Kjo është special, kjo është transmetim në veti. Kjo është transmetim në veti. E dietarë thonë që kjo në prag të iftarit ka për qëllim pak para se me bëj iftar, po lejohet edhe pas iftarit. Kjo është diçka special. Po nuk është e caktuar me çfarë duaje. Çka dush? Çfarë do duaje që ki qef me bo? Ndërsa duaja që ka sjell autori, kjo duaja e parë, kjo ka për qëllim lutjen që e bëjmë ne masi të bëjmë iftar. Masi të bëjmë iftar. Thot autori që sjell hadithin dhahaba dhamu wa talat al-uruq wa thabata al-ajru inshallah, shkoi etja, arriti uji në damarët e gjakut dhe u arrit shpërblimi në dashur Allahu azza wa jall. Thonë dietarët, kjo dua që ka thonë pejgamberi është dua dhe lajmërim, informacion. Domthonë është diçka që secili prej njerëzve e ndjen. Shkoi etja se ke pi ujë, edhe u lagën damarët, edhe është realizuar shpërblimi. Kjo është diçka që domthonë edhe mos më kallëzu pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, është diçka që është e njohur. E din secili prej neve, përjeton secili që agjeron. Po me këta thonë dietarët pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka dish me kallëzu diçka tjetër. Ka dish mi thon secili të agjerues. Që a u shtove shumë? Po, që u kry. Shkoi etja. Ke menushi para iftarit, kime pije 2 shishe me ujë, kur ta pesh një gotë, edhe një gotë nashti edhe mu përfundon. Edhe do ku që dej tash ka pas kemi nur rreth asaj temës pas ka qenë krejt e kot. Dhe kjo është, ka thonë dietar, kjo është për me përgdhel edhe për me ja lehtësu agjëruesit. Domthon kaloj agjërimi. Shkoja etja që e ke pas etjen e madhe, untën e madhe, shkun. Edhe e ushqeve trupin tënd me gjërat që trupi ka pas me nevojë dhe ti ka kërku. Por diçka ka mbet. Shpërblimi. Shpërblimi nuk ka hup. Çajo është më rëndësi. Pra je lodh dhe nashti ka një herë, domthonë e ke pa agjerimin si lloj pengese, si lloj mundimi, po kur ti harrosh këto, kur të bësh iftari harron tani krejt ato, ti ditën e harron, mirë po mos e harro agjerimin. Kjo është nxitje në dy forma vëllazëni. Kjo është nxitje për punë të mira në dy forma. Nxitja e parë ose forma e parë është
duke ti përmend që këto vështirësi që i ke pas të kalojnë. Harrohen. Edhe kur përsëritet nesër dita e njëjtë, dije që kanë më konë disa çaste, disa orë dhe kanë më harrua pet. Edhe kanë me metën në librin e harresës. Ka me të dukë që s'ka ndodhur kurrë. Ka me metë vetëm kujtesë, diçka dhe ty ka me të dukë që s'ka ndodhur kurrë. Domethënë nuk jetu dëmtu diçka që më thonën, unë jam tu agjëru, edhe sa që po agjëroj, çdo vit që po agjëroj, unë jam tu i bëu dom vetës në çdo aspekt, përkundrazi. Përveç të mirave që i ka agjerimi, po ashtu pejgamberi sa po do me të kallëzu që as diçka që ti ke me harru, ka me kalu. Mi po të njëjtën kohë nxitja e dytë është mos harro se shpërblimi te Zoti nuk hub. E kur nuk hub, inshallah, është për venave të pakta e ndoshta të vetme që është përdorën shprehja inshallah në dua. Se në dua ne e dim që s'përdoret shprehja inshallah. Mi po dietar thonë dua nuk përdoret shprehja inshallah nëse lyp i Zotit. Nëse kërkon drejt për drejt i lutë Zotit, s'bën me thonë o Zot, që ka ndalu pejgamberi, o Zot, fal mi gjinohet nëse don. Ja, ky raport i robit me Zotin nuk bëhet. Se Zoti nëse don ajo ashtu kështu është, ajo çështja është e ditur te Zoti. Nëse don ti fal, nëse s'don ti fal. Por ata nuk bën me bë përjashtim dua, me thonë o Zot, fal mi gjinohet nëse don. Shto ma është problemi nëse don. Jep ma xhenetin nëse don. Ja. Po duhet m'ia kërku Zotit. M'ia kërku me këmbgulje. Dhe me kallëzu atfar sinqeritetin tonë edhe atfar bindjen tonë edhe atë gatishmërinë tonë. Mi po në këtë rast ka orë nëse don, Zoti realizohet shpërblimi që une e kumbo mundin për ta. Pse? Ka mund dietar? A ka mundësi Zoti? A ndodh? A mund me ndodh? Që Zoti mos me shpërblej për një punë mirë që e ke bote? E ke bo, ta ka lyp, e ke bo kretë në rregull, edhe Zoti mos me shpërblej, a ka mundësi? S'ka mundësi, bravo. Nuk ka mundësi Zoti mos me shpërblej për një punë mirë që e ke bo. E pse po thotë nëse don Zoti? Tash vjen përgjigjja e dytë hala më e fortë se e para. Pse po nëse don Zoti? Po, do më thonë, mirë, përgjigja është me e saktë. Do më thonë, nëse do Zoti se unë nuk e di a e kum bo këtë vepër tamam që do Zoti ajo. Por këtë arsye është shumë e rëndë. Shumë e rëndë është edhe logjikisht, pa hi hiç fetarisht. Pa hi hiç me argumente. A shumë e rëndë që është na mashtron neve shejtani. Lodhmi, edhe na shti me një syfatësi e prish veprën tonë. Domthon logjikisht ti logjikisht më kon me menu logjikisht ti nuk valen bokta. Hiç pa menu shpërblimin. Hiç pa menu citatet e Kuranit. Pse? Se ti tu mundu, tu ose edhe në fund pe din që nëse e përmend e prish. E hub kejt, që je munu je lodh pa pas nevojë hiç. Ka shku hoç kret. Në këtë rast kanë thonë dietar, themi na inshallah nëse don Zoti, për arsye se nuk e dim sa i na kon përputhje me kërkesën e Zotit gjatë agjerimit. Nuk e dim sa i na kon përputhje. E na munu, po nuk e dim gjatë agjerimit sa i kena çun vend. Andaj peçi ti shpërblimit të agjerimit, nëse do Zoti më na dhon shpërblimin, ai ka mundësi më na dhon. E nëse do më na paksu be çtënve punëve çka e kena ngacmu agjerimin me vepra, me fjalët tona, atëherë e pakson. Kjo është duaja e parë. Duaja e dytë është Allahumma inni es'aluka bi rahmatika allati wasi'at kulla shay'in an taghfir li. O Zot, plus përmes njerëz prej cilësive tua. Dhe kjo është njëra prej formave të lutjes që i bëhet Zotit përmes cilësive të Zotit. O Zot, plus përmes cilësisë së rahmetit, e cila e ka mbuluar çdo gjë. Cilësia më e madhe e Allahut është rahmeti. Ar-Rahma, Ar-Rahim, Ar-Rahman. Që Zoti është i mëshirshëm dhe mëshira e tij e ka mbuluar çdo gjë. Që kjo cilësia më e madhe e Zotit. Për këtë arsye thotë të transmetoj o Zot, po të los me cilësinë tënde, me cilësinë e rahmetit, e mëshirës, e cila e ka mbuluar çdo gjë. An taghfir li, që të më falësh mua mëkatet. Kjo nuk është transmetim për pejgamberin sallallahu alajhi wasallam. Kjo është transmetim prej Abdullah ibn Amr ibn Asit.
radiallahu anhu, ky e ka thonë këtë dua dhe pastaj transmetuesi e ka transmetuar prej këtij sahabie. Domthonë është dua që e ka përdorur ky sahabi dhe s'ka dyshim që duat e sahabive janë të veçanta dhe është mirë edhe na mi përdor, mirë po vetëm si informacion, nuk është për pejgamberit sallallahu alaihi wasallam.